Ndodhe ke njësia nëmër 8. Ju prezentëm një apartament 2+1. Pra, doktor Gjoni, jemi diku afër drejtorisë policisë, apo jo? Doktor Afrimi, jemi afër drejtorisë policisë ose përballë Intesa San Paolo. Do shesim një apartament të modh me sipërfaqe, 105 metra bruto. çmimi 140.000 euro, o njerëz. 140.000 euro pallatiri. Tash ju do na ndiqni videon, doktor Gjoni. Hajde doktor Afrimi, hajde. Tash dikush mund të thotë që ja është shumë i 140.000 euro, sepse ti din që komentat nuk pushojnë, apo jo? Pallatet e treja Realisht kushtojnë. Realisht nuk i bie çmimi shumë më tepër sa 1.300-400 euro metri katror, apo jo? 1.350 euro metri bie. Bravo. Tash bëjmë fjalë, po, shikoni pak se do ta shihni gjithë apartamentin. Bëjmë fjalë për 95 metra katror bruto, neto, më fal, neto, 105 bruto. dhe 105 bruto. Ora çmimi dashim me tregu si s'ka ardh, s'pyri mirë. Po jemi kati treti herë, pallat me ascensor, pallat pasi problem, pallat me administrator. Vije parë me rrugën kryesore. Jemi direkt ke njësia bashkiake, apo jo, doktor Gjoni? Njësia bashkiake nëmër 8. Ju shikoni pak videon, Ose 400 metra nga muzumi. 400 metra nga muzumi. Si nuk është më afër shkollës Artilikosi, ku deni lloj. Ju asiguroj ta blini këtë apartament. Nuk do t'ju dhemi kohë. Dishte video. Ciao, ti ndi video. video. Bravo. Doktor Gjoni. Po doktor Afrimi. Pra, kjo është Kjo pjesë e korridorit. Sa një dhom korridori këtu? sa një dhomë shumë e Korridori madhe. shumë i mirë se shpërndan. Atëre, korridori është i shpërndam, i organizuar me shpërndarjen e dhomave. Kjo është banjo, fillon që nga këtu. Mos harrojmë se kemi dritare, Me dritë natyrale. Atëre, doktor Gjoni, Hajde doktor Afrimi. këtu kemi një dhomë, Shumë e madhe kjo dhoma gjumit. jo 4x4, por që e ka 5x4. Është shumë e madhe. Ecim pak këtu, Korridori këtu. Sa këtu një që e ka dhom. me bodasëm. Me bardasën tamam. Këtu jemi dhomë gjumi, është pak rëmuj, mos na veni re. Për garderoba atje. Kemi tip balkoni atje më tonë, tip garderobe. Po, Tu hajde këtu kemi dhomën e ndenjes. në Soggiorno in italisht, eh? Soggiorno. Soggiorno Ose thënë. dhomë pritje shqip, eh? Gjithë kjo dhomë. Shif, shikoni pak. Si lere është. Po, pa tjetër. Shitit e mobiluar. E kuzhina. Pse kështu do ta shesim, doktor Gjoni? Pse kështu do ta shesim? Ajde, çuna. Atëherë, bëhet llafe për 105 metra katror me gjithë sipërfaqen e përbashkët. Jemi kati 3, doktor Gjoni. Gati 3, pallatiri. Shikoni pak, jemi ke njësia bashkiake, nga kjo balkoni. Ajde të falë zoti, doktor Gjoni. Po që ka gjithë kjo balkon, më lali? Që shabët ke? Kjo këtu është njësia bashkiake. Këtu jemi ke shkolla e Salikoqi. Këtu më tonë është drejtoria policisë. Ajde të keqen, hajde. Spitali pak më poshtë. Gjithë facilitetet. Pra, Ujë dritë e sekretar. për 120.000 euro. Sekretar Për 120.000 euro, Hajde ujë. të kapi me të qëmë direkt në hoteli. Çdo gjë është me dokumenta, mos harroj. A ka ascensor ky? Me ascensor. Patjetër se mos. Edhe çdo gjë me dokumenta. Çajm balli me dokumenta. Po, shkatrojmë sistemin. Miru pafshim gjithë dhe Ju përshëndesim. 120.000 euro. Ciao gjithë. Mirë se vini.